Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Në gjurmët e fiseve më të vjetra të Tiranës sot do të flasin për fisin Begeja. Për më tej na ndiqni në intervistat që dhanë disa prej përfaqësuesve të këtij fisi vetëm këtu në emisionin Gjurmët. Në këtë moment ndodhemi me një nga përfaqësuesit e fisit Begeja, ai zoti Max Begeja. Zoti Max, faleminderit që pranoi ftesën e emisionit Gjurmët. Ju faleminderit juve. Mund të sjellim në kujtesën e të gjithë qytetarëve të Tiranës, por jo vetëm, nga është origjina e fisit Begeja, pra pemën gjenealogjike të këtij fisi, si erdhi në Tiranë? Fisi Begja, se realisht emri jonë ka qenë Begja, dhe më vonë në vite për shkak të shkrimit që do të dilte Begja, është fut një ën mes dhe është kthyer në e, dhe kjo ka rrjedhë sot Begeja. Pra praktikisht sot njihemi si fisi Begeja. Rranjët tona, paktën më aq sa kemi hulumtu ne si fis, janë rreth viteve 1700 të ardhur nga një lagje Begej në rrethet e Krujë, në Krujë, në pjesën e poshtme të Krujë, lagje e Krujës. Duket me fisin Toptani i cili atëherë erdhi në Tiranë. Të parët tanë kanë ardhur bashkë me te dhe u instaluan në Tiranë në vitet rreth viteve 1700. Dhe vendbanimi i parë i fisit Vendbanimi i parë joni ka qenë aty ku jemi edhe sot. Pra, pa shku tek Silvia në Tiranë, është një rrugicë e cila mban emrin e gjyshit ton, Ali Begeja, aty ne kemi qenë historikisht qysh në vitet 1700. Bile, në një nga këto ndërtesat të vjetra, aty është dhe një tra, që e ka zbulu Gjimi, në të cilin është përsaktu data, kur është ndërtu kjo shtëpi. Dhe ajo mban datën 1728 në mos gaboj. Turqisht sigurisht. Pra, në këto vite ne jemi që kemi ardhur në Tiranë. Në atë kohë të parë tanë ishin sigurisht siç ishte mënyra e jetesës në atë kohë që bashkëjetonin të gjithë, ishin një familje. Më vonë këto fise u ndanë në 2 degë. Një degë ku ishte gjyshi im, Ali Begeja, dhe dega tjetër ku ishin Morati, pra të parët e fisit Begeja të tjerë, u ndanë 2 degë. Vetë jeta, ndërtimi i jetës, mënyra se si u zhvillun këto 2 fise, një rraje përbashkët, pra thash, jemi një gjak, u kushtëzu nga mënyra se si e ndërtuan këto jetën. Gjyshi jonë, bashkë me të tjerët, mori rrugën e shkollës dhe u morë kryesisht me shkollë. Dega tjetër u morë kryesisht me tregti, u zhvilluan, hezën shumë më mirë bile nga pikpamja ekonomike, u pasurun shumë. Dhe ndarja e këtyre 2 trungjeve, pra që ju e shpjeguat, a e zgjeroi këtë lagje ku vendosën për të parë fisi Begeja, apo u zhvendosën diku më tepër? Jo, ne gjithë një si fis Begeja kemi qenë aty, dhe kur them kemi qenë aty, do në deri në mas viteve 1920-30, në këto vite, pastaj fillon të shpërndahen, të ndahemi, dhe një pjesë shkoi deri afër medreses, ish medreseja, keni parasysh ke shkolla Misomame. Përsëri mbetët besnik, por gjithnjë si vend banimi kemi qenë aty. Dhe kaq e vërtetë është kjo saqi kjo lagje jonë, apo ta quajmë lagje tash, lagje e Begjeve, se kështu i quheshte, ka pas një pru, kalonte një vi ujë atje, ishte që njihesh me emrin Via e Begjeve, kanë qenë varrezat tona aty, pra kanë qenë më të vërtet një fis, një qendër urbane, një qendër urbane, e populluar vetëm nga të parët tanë. Zoti Maksi, mund na përmendni disa nga vlerat njerëzore të fisit Begeja? Kush janë ato personat të cilët i dhanë emër dhe do të mbahet emri i tyre gjatë në Tiranë, po jo vetëm? Shiko, unë po flas më shumë për degën tonë si Begje, sepse për degën tjetër do të flas Gjimi, do të thot Gjimi më shumë. I pari jonë ka qenë gjyshi im, Ali Begeja, i cili që në vitin 1910 ka qenë përfaqësues i Shqipërisë në Kongresin e Manastirit në 1910, Kongresin e 3 Manastirit të gjuhës shqipe. Më vonë ishte avokat, ishte gjyqtar jurist, ishte gjyqtar paqëtues në Tiranë. Në 1914 mori pjesë me
Prince Vidin dhe Bilen e kemi në shtëpi edhe një medalje, unë për fat nuk e mora, se edhe mund t'u e kisha tregu, një medalje që besë e bashkim që Prince Vidi ja ka dhënë gjyshit tonë. Më vonë, po flasë për gjyshin së pari, më vonë ai ishte sekretar i shoqatës Drita në Tiranë, që ishte themeluar shoqat intelektualësh. Me karakter patriotik? Absolutisht një shoqat patriotike, ku merrnin pjesë gjithë njerëz të shquar të asaj kohe të Tiranës, si Hafiz Dalliu e shumë të tjerë. Në 920-ën, ai gjyshi im ishte përfaqësuesi i shoqatës Drita në Kongresin e Lushnjës, pra ka qenë dhe pjesëtar i Kongresit të Lushnjës. Ndërsa në 922-shin, gjyshi u zgjodh kryetar bashkie në Tiranë. Ka qenë 22-24, ka qenë kryetar i bashkisë së Tiranës. Më vonë, u bë antar i parlamentit, që në atë kohë ishte Pra i zgjedhur nga populli i Tiranës si deputet në parlamentin e 924-s. Më vonë, përsëri, ishte deputet prapë në parlamentin e Zogut në 937-ën. Në 940-ën përsëri ka qenë 3 herë deputet i parlamentit. Ishte avokat, ishte njëri dera jonë, edhe që si thash përpara, po dhe në atë kohë ishte e hapun, kishte pikpamje nacionaliste dhe gjithë lufta bëheshte si është për një Shqipëri të lirë, demokratike, dhe mbi të gjitha Shqipërinë etnike. Ishte pikpamje e tyne e asaj kohë. Absolutisht hapur, ishte fare hapur. Më vonë pasaj, mas çlirimit, mori pjesë përsëri, merrte pjesë në këto grupet që kërkonin vendosjen e regjimit demokratik në Shqipëri, pluralist, për zgjedhje të lira etj. etj. Regjimi i asaj kohe e futi brenda në birusat e sigurimit dhe e vran brenda në birusat e sigurimit e vdiq. Ky ishte fundi tragjik I gjyshit tonë në moshë 64-65 vjeç në atë kohë. U vra, si është domethënë për bindjet e tij politike e vrana. Më vonë, kuptohet, mas zhvillimeve demokratike në Shqipëri, gjyshit ju vlerësuan aktiviteti i tij, për meritat që kishte, u dekoruar nga presidenti i Republikës dhe rrugës, pikërisht tek ku ne kemi gjithë trojet tona, rrugës aty është vënë emri i gjyshit tonë Ali Begeja. Ky ishte gjyshi. Po si thash, duke qenë se ky ishte marrë me, domethënë ishte intelektual në kuptimin e mirëfillt të fjalës, edhe fëmijët e tij të gjithë i futi në përshkollë. Dhe pa përjashtim, gjithë xhaxhallarët e mi kanë qenë të gjithë marruar në shkolla jashtë. Në Itali, në Francë, ndërsa gjimnazet i kanë bërë pjesërisht në Tiranë dhe pastaj në Korçë ose në Shkodër. Mund të them një gjë interesante, sepse këto, flas për familjen tonë, qofse mund të konsiderohet një familje pluraliste, ishte pikërisht familja jonë. Pse e them këtë? Njëri i xhaxhai im, Josufi, kishte marruar për oficer në Itali. Ai mos e mbaroi shkollën, Akademinë Ushtarake në Itali, u kthye dhe ishte toger në gardën mbretërore. Dhe në 39-ën me zogun hiku, pra ai ishte legalist. Xhaxhai tjetër, Halimi, ai vazhdonte bëni studimet në Francë për avokat. Kur erdhi në Shqipëri, në demonstratat që u zhvilluan në Tiranë, flas në vitet 40, e internuan, e çun në 39-40 e çun në Itali. Pra deshet thosh që ishte antifashist. Antifashist, po sigurisht, por ai ishte me ballin kombëtar dhe ishte një nga eksponentët kryesorë të ballit kombëtar në Tiranë. Bile, un kam edhe dokumenta për këtë punë, edhe dekalogu i ballit kombëtar është hartu nga xhaxhai Halimi, Halim Begeja. Në 44-ën, ishte ndërkohë përfaqësues i ballit kombëtar dhe në konferencën e Pezës. Bile edhe në shkrimet e fundit, në sa herë që përkujtohet konferenca Pezës, janë botuar shkrimet e Halimit
për konferencën e pesës, në mënyrë se si ai ju kundërvua atëherë Enver Hoxhës, thjesht me idenë gjithmonë të një Shqipërie të pavarur, një Shqipëri etnike dhe jo një Shqipëri e varur nga Jugosllavët. Aty pastaj u bën ndarja pra ishte ballisët e ky gjaja që po them unë. Në 44-ën ai hiku, u largu sepse më vonë Enver Hoxha shpallë edhe kriminal lufte, që në një kohë që ai ishte njëri intelektual në kuptimin e plotë të fjalës, e shpallë kriminal lufte se ishte kundërshtari i tij që në konferencën e pesës. Dhe vdiq në Amerikë. Ky ishte gjaja e dytë. Pra, njëri ishte legalist, tjetri ballist. Një gjaj tjetër, Enver Begeja, ai mbaroi, ishte me studime në Itali. Përsëri dhe ai për oficer në Torino. Len vitin e fundit të Akademisë Ushtarake dhe kthehet dhe del në mal. Merr pjesë në çetat partizane. Ishte komisar batalioni. Mas qerimit, bëni një vit në Bashkimin Sovjetik për të marrë diplomën e shkollës Akademisë Ushtarake dhe u emëru në shkollën e bashkuar. Fillimisht si shef shtabi i shkollës bashkuar dhe pastaj për 25 vjet rresht ai ka qenë komandanti i shkollës bashkuar. Derisa e qitën në pension në moshë të re. Pra, ishte, si më thonë, komunist. Pra, brenda kësaj familje ka qenë një parlament i vogël. Tamam, një parlament me pikpame nga më të ndryshme. Të tillë kanë qenë. Gjyshi ka qenë strumullari që pavarësisht nga këto divergjenca politike që kishin njëri me tjetrin, sigurisht ruante unitetin e familjes, se familja ishte baza për të, sigurisht edhe për gjithë ne, por më vonë jeta i ndall. Dhe gjyshja ime kur vdiq, gjyshja ka vdek me emrin e djemve që kishte jashtë, sepse edhe Jusufi, edhe Halimi, ato varratisën, higën domthonë para 45-s, para 44-s, higën dhe ajo vdiq me emrin e tyre se nuk i pa fëmijët e saj derisa vdiq. Për 30 e sa vjet rresht ajo pa fëmijë. Në vim të bisedës që patëm për familjen tonë, mund të theksoj edhe një moment me të vërtet që ja vlen për ta thënë. Është fjala për babajin tim, Selmani. Në qoftë se njeriu kur flet për prindin, sigurisht që nuk mund të flas me superlativa, duke vlerësuar në maksimum prindin, sepse ai ka bë kokën, ai ka dhënë shkollën, i ka dhënë jetën, i ka dhënë gjithçka, ka dhënë edukatën mbi të gjitha, por mund të them me bindje të plotë, nëse ka pas njëri altruist, nëse ka pas njëri me zemër gjan, nëse ka pas njëri që kujdeseshe për familjen, ka qenë pikërisht babai im, Selmani. Vetë jeta ja pruni të tillë që ai që në moshën pa mbush akoma 20 vjeç, ai u mor me administrimin e Kafe Kursalit. Në Tiranë ato vite, gjyshim mori Kafe Kursalin, ka qenë kafe më e madhe, më elegante, më e kompletuar në Tiranë, ku shkojshin gjithë deputet, ministra, të huaj, ambasada, kushdo që ishte këtu, Kafe Kursali ishte primar. Dhe këte administronte pikërisht babai. E bënte këte i matë, sepse në fund të fundit, gjyshi, për natyrën e tij, si avokat që ishte, si më thënë, pak i kushtoheshte familjes nga ana thjesht materiale, në kuptimin e mbajtjes familjes. Dikush duhet të kujdesesh për familjen. Xhaxhallaret e mi të gjithë, sepse një familje patriarkale ishin gjithë jetonin së bashku, gjithë ishin në përshkolla, absolutisht gjithë në përshkolla. Edhe në 40-41 kur filloi lufta e dytë botërore, gjithë ishin kush në male, kush merresh me politikë, pra asnjëri prej tyre nuk punonte, po punonte vetëm babai, dhe ky mbante familjen. Fakti është që ai diti ta administroi kaq mirë atë Kafe Kursalin, që mbeti me zënë në Tiranë si objekt, si një nga kafet, si që thash, më të mira të Tiranës, po sigurisht që ndërkohë krijonte edhe të ardhurna materiale për familjen që ne nuk vujtëm asnjëherë. Ai ishte dhe nga ana tjetër dhe shumë i aftë si profesionist, që në moshën 14 vjeçare
gjyshime pa të fut si qirak të një robaqevës. Dhe në ato vite i pa të mësu të qepte. Aq sa mund t'i vidhte zanatin ustajt ku punonte. Kuptohet që mas viteve 1920, 22, 23, e la, këte sepse u morë me kursalin. Deri mas qerimit, në 45-ën, ju rikthy zanatit të ti si robaqevës, hynin në punëtorinë ushtarake, punoj një 2-3 vjetë në punëtorinë ushtarake, dhe mas asaj la punëtorinë ushtarake dhe hapi dyqanën e ti si robaqevës. Dhe, pak në Tiranë, njifesh e një ndër robaqevësit e mirë të Tiranës, më të mirë të Tiranës, deri sa erdhi momenti kur kuptohet, u mbyllën aktivitetet private, u bë privatizimi, kaloi në kooperativën artizanale që ishte në atë kohë, ishte përgjegjës reparti, deri sa doli në pension, po njëri me reputacion, njëri i vlerësum në gjitha rrethet kryeqytetit të Tiranës. Ka qenë më të vërtet një njëri jashtëzakonshëm, sigurisht u nda nga jeta para demokracisë, gjithnjë më fliste, më folte për kalumen, për bindjet e tia, kujtonte me mall vëllezërit e tij me të cilët ai kishte bashkëtuar atëherë, që kishin hikë që përpara shqerimit, por sidoqoftë nuk arriti dot të shifte me të vërtetë atë transformim të madh që pësoi vendi jonë mas viteve 90. Për këtë më vjen edhe mu keq për atë prind, po sidoqoftë në lanë e tjerëve, edhe ai vetë, megjithëse ishte pa shkollë vetë, në kuptimin që s'kishte shkollë të lartë, ishte vazhduar deri në shkollën e mesme, ai gjithë fëmijët, ne 4 fëmijët të tij, të gjithë ne vazhduam shkollat. Të gjithëve na çuan për shkolla, na voni me universitet, një ashtu me majën e gjilpanës kur i thon, ai na mbajti, na ushqeu, na mësoi, na edukoi dhe na boni që ne të jemi të zotë vetvetes. Zoti Maksi, ishte kënaqësi që fole kaq sinqerisht për emisionin Gjurmët. Ju falenderit. Ju falenderit juve, jeni një televizion me vërtet shumë interesant sepse po përçoni në publikun shqiptar pikërisht atë çka i ka mungu dhe i mungon Shqipërisë. Po, dhe ne shpresojmë që edhe ju, ashtu si të parët tuaj, keni lënë gjurmë në historinë e Shqipërisë. Falenderit. Falenderit. Në këtë moment ndodhemi me të tjerë përfaqësues të fisit BG-ja. Së pari është një nga përfaqësuesit e prezit të mesëm të këtij fisi. Të gjithë në Tiranë apo dhe në Shqipëri e njohin me emrin Xhim BG-ja. Xhimi, faleminderit që pranoi ftesën e emisionit Gjurmët. Faleminderit edhe ju. Më ka bërë përshtypje në bizneset që ju drejtoni, të karaktereve të ndryshme, keni vitin 1900. Ç'lidhje ka ky vit me origjinën e familjes ose të fisit tuaj? Para shumë vitesh, para 20 vjetësh, duke kërkuar në arshivin e shtetit për dokumentet të ndryshme në lidhje me trashëgiminë dhe me pronat e familjes time, gjeta një dokument e cila daton rreth vitet 1940 e odës tregtisë të asaj kohe të Tiranës, kur shpresh që Magazina Nacionale BG-ja e themeluar e formës juridike kolektive është e themeluar në vitin 1900. Kjo tregon që sigurisht nga gjyshi dhe nga i vllai i tij. Ky është dokument unik në Shqipëri, deri më sot nuk ekziston asnjë lloj dokumenti ku tregohet që një biznes në Shqipëri është i licencuar dhe i formuar para 114 vitesh. Po, mund të themi që Magazina Nacionale BG-ja është pionere e biznesit kombëtar në Shqipëri? Në bazë të këtyre dokumentave? Sigurisht, deri më sot është e familjes tonë. Ndoshta mund të kërkohet dhe mund të ketë edhe familje tjera që mund të jemi, por ajo që ne disponojmë dhe kemi pyetur deri më sot ekziston vetëm dokumenti i biznesit të familjes tonë. Dhe ne kemi vendosur emrin pastaj BG-ja 1900. Po, me sa kuptova, pra shpirtin e biznesit të parët të fisit BG-ja e kanë pasur që në vitin 1900, prandaj dhe ju e keni trashëguar? Ndoshta ka qenë edhe më herët, por sigurisht që ka qenë edhe më herët kjo biznesi familjes,
por formën juridike në bazë të këtij dokumenti mendohet që është rreth 114-115 vite përpara. Po, nga bizneset që ju drejtoni aktualisht, kush është biznesi i parë me të cilët ju hapët dhe filluat të punonit? Tani me që përmene rrallën e bizneseve, unë do të përmend disa emrat e atyri që unë kam trashëguar për tyre, shumë elemente. Për shembull, sepse është një nga gjithë familja jonë, vi keq që vetëm unë sot po merrem me biznesin privat. Pra trashëgoj ato që kam punuar para tanë. Por unë kam thonë edhe prindit e mi, por edhe kushurit e mi, thonë që unë kam ngjasoj xhaxhai tim Ibrahim Begeja. Ai ka pas disa dyqane këtu të karakterit të manifaturës dhe të konfeksioneve, tepër cilësore, të një klasit veçantë, që është quhet Luvri, që i shërben një klasë të lartë të Tiranës. Pra, një dyqan tjetër ka qenë dyqani mbretëror, pastaj kanë qenë disa dyqane tjera në pazarin e vjetër të Tiranës, Zingone, dhe më vonë pastaj deri në kohën e luftës, ai u mundua që të bëte edhe dyqane tjera. Projekte kam goxha edhe për tek shtëpia jonë që është tek Selvia, kur ishte një kompleks edhe me dyqane, kinema, dhe shtëpi banimi. Pra ishte një private e fisit tuaj? Po, do të ishte një kinema. Interesante. Po nga dokumentat që kam nxjerrë. Ajo që sot sigurisht që mbas 45 çdo gjë u shujt. Ai përfundoi në burg, edhe një pjesë e familjes tonë, gjyshërit, tjera me radhë. Më fal, nuk do të përmend vetëm xhain tim, por do të përmend edhe Hamid Begen, Murat Begen, edhe çunat e xhajës babës. Murat Begen, Osman Begeja, të cilët kanë qenë edhe ato tregtarë të Zot, kanë qenë pjesë ndihmëse e familjes, sepse biznesi i familjes ka qenë të grupuar, akoma kemi qenë në një drejtim. Pra drejtimin e bënte vllai i gjyshit dhe gjyshi. Dhe nipi më i madh, sigurisht që ai ishte shkolluar për ekonomi në Stamboll, kurse xhaxhai im, Ibrahimi, ka qenë i shkolluar në Paris. Pra i mori dhe solli kulturën për menaxhi biznesit, ai solli kulturën franceze dhe pariziane në Tiranë. Si gjyshimi dhe gjyshja ka qenë njerëz filantrop, të cilët për ndihmonin goxha familjet në nevojë, familjet varfra të Tiranës, institucione, sidomos edhe këtë. Unë tani po e marr vesh ato që po më thoni ju, që pas ka qenë një nga dhuruesit donacionet familja jonë. Ne kemi edhe dokumenta që ato kanë bërë disa, për shembull shtëpisë fëmisë Berhallullit, kanë qenë të gjitha këto që po flen janë me dokumenta, që po flas, sepse është mirë të flasësh për biznesin e familjes sot, por normalisht që një familje që jemi ne dhe serioziteti jonë është që kur e dokumenton me dokumenta ndje një farë përgjegjësie morale dhe një krenari që me të vërtetë e dikushi, sidomos edhe në biznes. Po, zoti Xhim, deri tani kuptuam se ju keni huazuar nga të parët tuaj shpirtin e biznesit. Po, shpirtin e sportit, vjen një alpinist që njihemi, nga e huazuar? Jo vetëm unë, po gjithë familja është marrë me sport. Sigurisht edhe artin e kanë pas, po edhe me sport. Unë do të përmend që një nga figurat tashmë edhe publike kanë qenë kushurit e babait tim Skënder Begeja, ka qenë një futbollist i shuar i Dinamos dhe i Kombëtarës, i vjetër.
Flas për Bujar Begeja që ka qenë një volejbolist i Tiranës, i Dinamos dhe i Kombëtarës, Bujar Begeja. Sigurisht ne morëm një tjetër sport, morëm atë të alpinizmit. Ajo thjesht erdhi si një rastësi, me që i madh ku ka qenë i ri, ka pas shëtitur në Itali dhe ka qenë në Cortina d'Ampezzo dhe në Dolomitet italiane, sigurisht për kurim, për shëndet, dhe atje vuri re se si bota e turizm malor dhe alpinizmit në Italinë e veriut ishte shumë e zhvilluar. Ai do të që të na ushqente në fëmijëve, kur nga kjo mora vetëm unë, dhe hap pas hapi filloi si një lojë, si një kënaqësi, pastaj më vonë si një dëshirë të merreshi me alpinizmin, dhe tani është kthyer në pasion, edhe ndoshta jemi pak të smurë me këtë sport, sepse duke ndjetur shumë. Që një sakrificë e bët në emër të gjithë shqiptarisë, apo jo, ngjitja në Everest? Sigurisht, sepse ajo është eveniment. I 100 vjetori pavarësisë një herë vjen. Dhe ne tashmë jemi në histori për i 100 vjetorin e pavarësisë vendit tonë, me vunë flamurin bashkë me Timbir, bashkë edhe me 4 pjesëtarë të ekipit shqiptarë që përfaqësoi flamurin më të lartë, kështu që ata flamur mund të takoni çik ta kemi atë mbrapa motorit, sepse fund e fundit është një flamur që për ta vendosur atje është derdh shumë djerës e mund. Zoti Xhimi, ç'përgjegjësi ndjen një prind si ju kur merr dhe fëmijën e vet 18 vjeç dhe ngjitet në lartësi mbi 8000 metrë mbi nivelin e detit? Çfarë sikleti kishin ato momente? Pra ishte rasti i dytë në botë, një baba tjetër amerikan me fëmijën e tij 13 vjeç ka bërë një aventurë të tillë, sepse është një përgjegjësi e madhe, mungesë oksigjeni, lodhje. Sikleti më të madh po e ndjej tani me ty kur ti po ma bën këtë pyetje mua, dhe shpesh ma bën gjithë tjerët këtë pyetje. Përse ke marrë këtë vendim? Që një vendim sigurisht unë nuk e ka marrë, nuk ja imponova, ishte edhe dëshira dhe kënaqësia e Timbiri për të ardhur me mua. Sigurisht që eksperienca ime si trajner, si alpinist i vjetër, u sprovua dhe u shpërblye me realizim me sukses, që me të vërtet kisha të drejtë që i mbirë domnerote. Po më të vështirë e kisha me gruan time, me tërmën e Timbiri, sepse kush është ajo nën që kërkon që fëmia i saj të ikë në majtë botës. Ajo besoj që ajo merita i takon vetë asajt. Ne kemi edhe imponimin e sidomos e një alpinisi që është një imponim shumë i karakterit ashpër. Karakterit ushtarak, ndoshta. Apo edhe më tej. Ndoshta ashtu është me disiplinë. Sporti jonë ka disiplinë, ashtu është. Ka një hierarki në sportin tonë që ne respektojmë më të madhe. Edhe ato që sigurisht që kjo hierarki është e lidhur me familjen, ne gjithmonë e respektojmë më të madhe. Ka një traditë në familjen tonë që i pari, kush është para një viti u respektoi babai Akiu ndjet pas shpirti aty kohë, pas me nonën time fatbardhë, sepse na kanë dhënë një edukat. Jemi mënuar që në biznesin e familjes, në sportin, jo vetëm ndihmojmë familjen tonë, po ndihmojmë vetëm veten tonë, po ndihmojmë të gjithë. Me ato mundësi që kemi, sidomos, jemi një familje krenare, sepse me thonë drejtën, nuk na është përmend emri, sigurisht nuk i kemi çu qeleshën deri gjyq. Kështu që për këtë jemi shumë krenare si gjithë familje. Përveç këtyre që thash, familja jonë ka pas një histori të dhimbshme nga sistemi komunist dhe në vazhdim. Sigurisht që brenda familjes ka pas shumë rryma në politikë, të cilët ato rrymat u konsoliduan gjatë luftës nacionale shqiptare për qëllimin e vendit, por manipulimi i sistemit komunist, manipulimi i sistemit dhe persekutimi
i mëdhenshëm i bëri që secili duke parë dhimbje me vezvete dhe mbijetesën u mbështeten tek rrymat, por pa ul vlerat e familjes tonë. Sigurisht një pjesë ishin edhe komunista dhe një pjesë ishin jo komunista, po antar partije, sepse komunisti ka qenë dhe medet i poshtë. Po antar partije, do thot Hallexhi. Një pjesë tjerë vazhduan përsekutim, po nuk do të lej pa përmendur disa emra si Ymer Begeja, që u përshkatu në 26 vjeç, dhe Arben Begeja, i cili në 87-86, mos gaboj, nga sigurimi i shtetit u manipulua ngjarja dhe u plagos nga një punonjës i sigurimit shtetit dhe u la për 5 orë derisa të humbte gjakun, që edhe njerëzit nuk e lejuan atë të shkonin. Sigurisht patëm plot ngjarje të tilla me burgime, si gjyshet e mi, gjallarët, pra kemi pas 5 burgje, 2 pushkatime, por ajo që unë do të vlerësoj që fëmijët paktën e këtyre u rritën me dignitet. Personazhi i radhës është një ndër pinjollët më të ri të fisit Begeja, ai quhet Mateo. Mateo, faleminderit që pranove ftesën e emisionit Gjurmët. Përshëndetje, faleminderit ju. Si i trashëgon vlerat intelektuale të fisit Begeja? Pra, si ke arritur ti të studiosh dhe të vazhdosh edhe shkollën e lartë? Na bën një rezume të shkollimit tuaj. Atëherë, studimet e mia nënvjeçare kam kryer tek ish kongresi Përmetit, Servet e Maçi, në të cilin prindërit e mi dëshironin që përveç studimeve të mia të fillores, të merr edhe një kulturë tjetër, ajo e studimit të pianos, në të cilin kam kryer 9 vjet, deri në fund të klasës 9 dhe më pas vazhdova studimet e mia të shkollës së mesme në gjimnazin e përgjithshëm Sami Frashi. Aty teksa zhvillohesha, rritesha, filloi dhe pasioni im ndaj malit që u forcova dhe më shumë dhe kalova nga arti, muzika në përkushtimin ndaj sportit. Babai im që i vogël më ka marrë në majat e maleve shqiptare, në malin e Dajtit që kemi pranë dhe në Alpet në veri. Aty më lindi dëshira dhe dashuria për natyrën shqiptare, që është një natyrë mrekullueshme. Dhe jam me fat që nuk kam qenë ai djalë që sot rri nëpër kafe, pasiv, inaktiv, por kam qenë një djalë me një rini që po e transmetoj dhe vazhdoj ta transmetoj si përfaqësues i rinisë shqiptare ndoshta, një djalë që ka dëshirë për natyrën, ka dëshirë për aktivitetet dhe në veçanti ndaj sportit të alpinizmit malor. Po pasioni për lëndët e për shkencët eksakte, si u lindi? Nuk e di, është një pyetje interesante sepse përgjigjen e saj ende nuk e kam gjetur, por kur më pyesin të tjerët, shpjegimin e jap që mendoj se jam ndoshta i prirur më shumë ndaj shkencave sesa atyre shkencave sociale ose shoqërore. Por më pëlqen shumë të lexoj, por ndoshta prirjet më shumë janë ndaj shkencave eksakte. Aktualisht i ndjek studimet e larta, na shpjego ku i ndjek? Aktualisht unë bëra vitin e parë në Universitetin e Politeknikut të Tiranës për inxhinieri ndërtimi dhe vendosa që të transferohesha në Universitetin EPFL të Lozanës në Zvicër. Jeni të frankofon? Për të njëjtën ndek inxhinieri ndërtimi. Po, jeni frankofon? Po, është një zonë frankofone, flitet frëngjisht. Pasi bëra 3 muaj kurs dhe para përgatitje për vitin pre-bachelor që quhet, në gjuhën frënge, vendosa që të vazhdoj studimet e mia për
të njëjtin deg. Dhe tani jam bashkë me kolegë të ardhshëm, student tashmë në Universitetin e Lozanës. Leksionet të gjitha në gjuhën frënge? Leksionet, seminaret në gjuhën frënge, po. Po. Mateo, nga këto përshtypjet e para në universitetin që studionin në Zvicër, shokët ju njohin për aktivitetin në alpinizëm? Pra jeni rasti i dytë në botë që në moshën 18 vjeçare jeni ngjitur në Everest. Po. Sa e njohin kontributin tuaj dhe si sillen kur e din këtë fakt? Atëherë, siç po thoya më përpara, unë nisa dhe u rrita me këtë lloj kulture, që të dua malin, të respektoj natyrën dhe që në moshë të vogël, duke dalë në malet shqiptare, mësova që vendi jonë kishte nevojë për një përfaqësi më dinjitoz në rangu ndërkombëtar për ngjitjet alpinistike. Në moshën 15 vjeçare ka nisur ngjitja ime e parë alpinistike jashtë trojeve shqiptare në Mont Blanc dhe isha vetëm 15 vjeç. Është maja më e lartë në Europën Perëndimore dhe më pas në Kilimanjaro, në Afrikë, Tanzani, aty isha 16, një vit më vonë. Dhe duke bërë këto 2 maja nisi aventura ime për të kryer 7 majet e botës. Pra të vendos flamurin shqiptar në 7 majet e kontinentit. Për të vendosur Shqipërinë, një vend vogël siç jemi ne, në përfaqësinë e rangut ndërkombëtar të alpinizmit botëror. Elbrus, maja më e lartë në Europë, por komercionalisht cilësohet Mont Blanc, siç u thash më parë. Dhe më pas, për 100 vjetorin e pavarësisë, u vendosëm dyshja Atë Bir, jemi të cilësuar tashmë. Një dyshje e veçantë sepse atë vit doli një ligj i ri në alpinizmin himalajan, që nuk lejojmë më pak se 18 vjeç, pasi 2 vite më parë rasti që përmendet me babain tim më parë për djalin nga Kalifornia me të atin e tij të 13 vjeç. Dhe nuk lejohej më të rinj se 18. Kështu që unë isha rasti i parë atë vit unik që u bë ajo ngjitje e dyshja Atë Bir dhe nga krahu verior, North Face Everest. Po si sillen kolegët e tuaj student në Universitetin e Zvicrës ku ju studioni kur e din këtë fakt që keni ngjitur kaq maja në botë? Në fillim të pyesin nga vjen edhe kur i thu Shqipëria në fillim çuditen sepse shumë pak ndoshta kanë dëgjuar, shumë nuk kanë dëgjuar edhe në fillim duhet t'i shpjegosh nga ku është vendi jot në hartë. Pastaj duhet t'i thuash që jam një djalë që e adhuroj natyrën zvicerane, dua të bëj me këtë rast Matterhorn dhe Ager, janë 2 majet më prestigjioze në Zvicër dhe më pëlqen ky profesion për arsye sepse ndihem mirë që të shpreh ndërtimin në strukturat e vështira. Edhe Zvicra është vendi që e perfeksionon me urat, me tunelet e vështira, ndërtimet e vështira konstruktive. Dhe prandaj kam zgjedhur këtë vend që të vazhdoj studimet e mia. Mateo, faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve.